Po sigur të them që është mashtrim që se ka prur qeveria tubin. Pse kush e ka prur? Ti e di që unë Po ti inxhinierike ti vlla. lezoja pak, nuk po e nxjerr, shikoj vetëm ti. Po deshe kthej kamerave se është kompani private. Ama jep drejtën. Po. Me bloku. Shikoj pak lume. Riparimi i tubit 1000 në Vlorë u finalizua me sukses. Kjo është kompania që ka sjell tubin. Po. Ku është bashkia, qeveria, ministria? Kompania që e ka sjell tubin, let të fund ditës së vlla ka bën një gjë shumë të mirë për komunitetin e vlonjatëve, shqiptarëve të Vlorës, kështu që e meriton t'ia bëjë një marketing për shefin ton. Amu SHPK. Gjoni juve që mendoni qeveria, ti xhaxhi pensionisti që do t'i japësh votën nesër, vendose pak pasportën mbartuar. O xhaxhi pensionisti që po na shikon tash, edhe ti teta patronazhistja, bardha. Ja ku është Amu SHPK, riparimi 100% me efikasitet i tubit. Pra qeveria jon mashtron nul, mashtrim, se nuk është fare, tubin e ka bën një kompani private, Amu SHPK. Kështu që kur ju vin nesër pastaj për t'ju kërku votat, shkoni i jepni Amu SHPK-s votat, mos ja jepni Edi Ramës. E kupton ku jemi tani, miku im Shpendgashi? E tmeshme, shumë e tmeshme. E ke dëgjuar këtë në këto primet televizive mbrëm sot? Jo. Se të bëjmë në emision vlla për tubin. 3 makina policie, 1 makinë ushtrie për të prur 2 metër tub. Kjo në fakt ato e sollin kompani private, këta thjesht bën show-un, pjesën e show-ut mediatik. Për të marrë, le të themi, bekimin e votuesve të majt në qytetin e Vlorës. Se bëm zgjidhje, Po, e zgjidhje, tubi çade burr është problem, fatkeqësi natyrore. Ndodhin kudo këto. Por e zgjidhje pruri me avion. U harrua tubi. E